Kur zbriti ajetin surën Al-Baqara, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kur zbriti ky ajet ku Allahu xhaleshanu thot, shembulli atyre të cilët japin rrugë të Allahu xhaleshanu është si shembulli një kokë gruri, e cila hidhet në tokë dhe prej saj dalin 7 kallin. Në çdo kalli ka nga 100 kokra tjera, pra një e shumë fishon Zoti me 700, është si shembulli atij që jep në rrugë të Allahu xhaleshanu, që jep për të ndihmuar të tjerët, për të ndihmuar fenë e Allahut, për të ndihmuar xhamin, për të ndihmuar dyert e mirësisë ku ka, ai mundohet që të bëj hajër prej asaj që i ka dhënë Allahu xhaleshanu. E Allahu xhaleshanu thot ja shton edhe më shumë atij që dëshiron, se Allahu xhaleshanu është i gjerë dhe është i gjithdijshëm për njetet edhe për sinqeritetin e robëve të tij. Kur zbriti ky ajet, profeti alayhi salatu wassalam u kënaq shumë zemrat dërguarit të Allahut. I ngriti durët dhe tha: "Ya Rabbi zidli ummeti." O Zoti im, shtoja ummetit tim mirësinë tënde ja Allah, se mirësia jote është pa kufi dhe e pafundshme. E Allahu xhaleshanu zbriti ajetin tjetër më poshtë, ku thot: "Men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katira." Kush është ai i cili pranon që t'i japi një hua, t'i japi një borxh Allahu xhaleshanu, e Allahu t'ia shtojë atij kontributin e tij me shumë fish,